Mbledhja me dyert të mbyllura mes qeverisë dhe grupit parlamentar socialist nuk ka kaluar pa tensione, përtej reflektimeve publike të kryeministrit Edi Rama mbi protestat e ditëve të fundit. Diskutimet në sallë janë shoqëruar me kritika të forta ndaj ministrave, thirrje për vetë reflektim dhe një përplasje të ashpër me deputetin Erion Braçe. Sipas burimeve nga mbledhja, Rama ka pranuar se qeveria po përballet me një shkëputje nga opinioni publik, ndërsa ka kërkuar që socialistët të ndalin konfliktet e brendshme, të cilat sipas tij po dëmtojnë vetë Partinë Socialiste. Në fjalën e tij, kryeministri nuk kurseu kritikat ndaj disa anëtarëve të kabinetit. Ai shprehu pa kënaqësi për mënyrën se si Ministria e Brendshme e Besfort Lamallarit ka menaxhuar protestat e fundit, ndërsa solli edhe shembullin e një qytetari që kishte pritur 3 vite pa marrë përgjigje për një kërkesë investimi, duke e përdorur atë si argument për të kritikuar punën e Ministrisë së Bujqësisë, të drejtuar nga Andis Salla. Por kritikat nuk u ndalën vetëm te qeveria. Rama u drejtua edhe deputetëve, duke u kërkuar të flasin hapur në mbledhje për problemet që sipas tij diskutohen vetëm në biseda informale. Thuajini këtu ato që diskutohen nëpër tavolina, mësohet duke të thënë deputetëve kryeministri. Një nga momentet më domethënëse të mbledhjes ishte rikthimi i Ramës te fenomeni që ai e cilësoi si lufta e brylave brenda Partisë Socialiste. Ai paralajmëroi se përplasjet mes socialistëve po dëmtojnë jo vetëm imazhin e partisë, por edhe pozicionin politik të secilit prej tyre. Të gjithë duhet ta kuptojnë se sulmet mes njëri tjetrit nuk bëjnë gjë tjetër veç se ulin aksionin e ndërmarrjes sonë të përbashkët, e kësisoj edhe aksionet e secilit prej jush. Mësohet të ketë deklaruar Rama gjatë mbledhjes. Deklaratat vinë në një moment kur vetë kryeministri në daljen publike pas mbledhjes pranoi se ekziston një çarje mes qeverisjes dhe opinionit publik, duke argumentuar se kjo është arsyeja pse nevojitet një qasje e re ndaj qytetarëve. Megjithatë, mbledhja mori një kthes tjetër pas ndërhyrjes së deputetit Erion Braçe. Burime nga grupi parlamentar bëjnë me dije se Braçe ngriti shqetësimin për mënyrën se si miratohen emërimet në kuvend, duke thënë se deputetëve u kërkohet të votojnë kandidatura pa u njohur më parë me to, pa diskutim dhe pa informacion mbi meritën apo eksperiencën e kandidatëve. Si shembull, ai solli një emërim në Këshillin e Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë, ku sipas tij vetëm pas votimit u mësua lidhja familjare mes 2 personave të zgjedhur nga kuvendi. Braçe tha se e njëjta praktikë ndiqet edhe për borde e komisionet të tjera. Fillimisht Rama ju përgjigj duke theksuar se përgjegjësinë për emërime të tilla ua kishte deleguar vetë deputetëve dhe se nuk kishte ndërhyrë në proces, por debati nuk u mbyll aty. Braçe këmbguli në kritikat e tij, ndërsa diskutimi u përshkallëzua në një përplasje verbale me tone të larta mes tij dhe kryeministrit. Sipas burimeve, Rama i është përgjigjur deputetit me fjalët: "Boll se ngelëm duke të përkëdhelur ty." Përplasja u ndërprer vetëm pas një pushimi të kërkuar nga kreu i grupit parlamentar Tauland Balla. Pas rifillimit të mbledhjes, Erion Braçe zgjodhi të largohej në mënyrë demonstrative, duke mos marrë më pjesë në vijimin e diskutimeve. Tensionet e së premtes tregojnë se përtej sfidave që kryeministri pranoi publikisht në raport me qytetarët, Partia Socialiste po përballet edhe me pakënaqësi dhe debate të brendshme, të cilat vetë Rama i përshkroi si një luftë brylash që sipas tij po dëmton partinë dhe qeverisjen.